Edhe njerë që ta dëgjojnë mirë. Dorëheqë! 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 Edhe këtë tjetrën se i ngacmon shumë. Raman burg, Berisha burg! 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 Jemi fshetar nga Kavaja, nga Bagoja. Ka marrë tu përëzimin e qeverisë, sepse e Tirana nga ka bot natë edhe qinë, që të bojnë o ne. Kam një mesazh, e Rama po dorëheqë. Njën, e dyta, Sali Berisha, e Tirana, të dy në burg, Rama në burg, Berisha në burg, Rama në burg, Berisha në burg. Raman burg, Berisha burg! Raman burg, Berisha burg! Raman burg, Berisha burg! Raman burg, Berisha burg! Përshëndetje, jeni populli bëj mirë protest paqësore. U quhem Rami Sula, 71 vjeç, inxhinier ndërtimi. Pensionist, po pensionist që punoj se të vjen pensioni. Kam disa gjana në lidhje me këtë që është kriminal. Ne në këtu kemi thënë Shqipëria është e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Ky kriminali thotë që tradhtar është populli, merre mend nga gjenin ai psikiatër që ta vizitoi këtë shu. Prandaj, secili e sjell veten, ky me rilindjet që ka sjell anën e tradhtarëve. Atje le të rri ky. Sa është tradhtar, pra. Sekti rilindjes për mua, sekt kriminal dhe duhet të jetë jashtë ligjit. Ka diçka tjetër. Trallis lidhe me shumicën, thot sikur 500.000 veta dalin këtu unë nuk ik. Zësjetet që në po vjet janë 24% të gjithë partitë politike që kanë marrë pjesë. Ju dhe kudo ku janë protestuesit përbojnë 56% të popullsisë, prandaj shumica jemi ju. Ulërit, sepse për na humbin atje në Sones 4 miliard dollar. Po ta mori nga kontrolli i lartë i shtetit, që në 2013, dhe 2015,